Shikues të nderuar të Art Motion, jemi rikthyer me pamje të drejtë për drejtë nga stadiumi Bajram Aliu në Skënderaj. Pjesa 2 do të fillojë tani mes Drenicës dhe Trepçës 89. Rezultati nga pjesa parë 1-0 në të mirë të Mitrovicasve, të cilët kanë shënuar përmes Godswill Vendu në minutën e 13 të takimit. Shohim që Drenica do ndërhyj me dy zëvendësime në startin e pjesës së dytë, Arbi Ostaçi përmes fushën dhe Muhamet Fofana për ta përforcuar sulmin. Shohim se si do i dal tani skuadrës së trajnerit Arsim Tashi ky vendim për të bërë këto zëvendësime. Do të thënë shumë lejtari rrezikshëm Muhamet Fofana, pa dyshim njëri prej golqëruesve më të mirë të ligës së parë, si mos i spikator i ardhur nga skuadra e Prishtinës. Arbi Ostaçi inkuadrot i pari në lojë, ka zënë vendin e Auron Hamitit. Skuadra e Trepçës 89, ndërkohë ka bërë një zëvendësim të detyrueshëm në pjesën e parë me Badra Sisej, i cili u lëndua dhe në vend të tij inkuadrua Andi Kadriu. Duhet të largoj fatet e tij para inkuadrimit në lojë Muhamet Fofana. Për shumë kë njëri prej lejtarëve më të mirë të ligës së parë, jo vetëm tek Drenica, por tek gjitha skuadrat. Shumë se si do performoj sot me ardhuar të goditjet e publikut për të motivuar në inkuadrimin e tij. Menjëherë topi fituar nga 89-shi, Wesley Souza provon goditjen, nuk gjen as devijim, nuk shkon as në port. Përfundon me aq. Kjo është renditja momentale, Drenica 41 pikë, Trepça 89, 37. Shohim këtë goditje jashtë portës. Në rasti i pari i kësaj pjese të dytë. Më shumë luajti me topin Drenica në pjesën e parë, por shohim Trepça 89 tani me mundësi. Ndërhyrja e Lushtakut nuk ka penalti të gjyqtari Hasani, loja që duhet të vijë sipas tij Antoni Marku. Kujtojmë prezent në këtë ndeshje e kemi Varin, Gent Skuza edhe Fatlum Berisha që rishikojnë se cilën situatë nga Vari. Topit e karë për Shalja, i cili provon të ruaj para, blokon nga Vendu. Sa më shumë minuta që kalojnë ashtë më zjarë do tjetë kjo ndeshje, sepse është shumë e rëndësishme në luftën për titull dhe për rikthim në Super League për këto dy skuadra. Hasani, Madi Fati, vetmuar 1-5. Blokon nga Sulejmani. Tani një mundësi e mirë këtu, Vendu. Vjen arkimi i tij drejt në duart e Morales, asnjë teleosh. Iqbal Jashari provon ta kthejë topin në zonë, pas sukses, do të kemi Rivani Kondi. Korner që i takon Drenicës. Shkon për të arkuar numri 10 Gent Samiti.
Nikola i shënoi në ballavaqimin e fundit kundër Mitrovicës. Hamiti. Vjen ky krosimi i tij në zonë Fofana. Nuk arrin të gjuaj. Shumë e rrezikshëm është Fofana. Markimi i Shalës. Grushton Kaçiu. Pasimi gjatë, tani kërkohet Tuka, shumë mirë në zonë profund, por Fofana nuk arrin Drenica të parazoj shifrat. Minuta 49. Ky ishte një rast i mirë, por jep sinjalet skuadra kuqezese do sulmojnë me gjitha forsat. Sa i përket kësaj pjese të dytë, nuk pajtohet me humbje. Shërme dhe një sa mire këte Luka, por nuk arrin do të Fofana. Pa shëndrojnë e gol. Antonio Marku. Rrë pari juar në mesfut, Ken Samiti është fauluar nga Williams. Largohet Rëziku. Padi Ashari. Sezonin e kaluar pati minuta tek Prishtina në këtë edicion në vjesht jo veç Hamiti. Të gjyra është bukur. Vjen ky arkim drejt zonës tani. Përvjedhur nga Milazin Bajraktari kundër sulmi, duhet jetë arma e forte Trepçës 89 në këtë pjesë të dytë. Bajraktari në mesin e dy lejtarëve. Vijon me topin në kombo. Bajraktari e kthen në zonë rasti këtu. Antonio Marku çfarë ndërhyrje. E shpoton në një gol të sigurt, ishte i shtrirë në fush Antonio Marku. Mirë po ja që nuk u dorëzua. Duhet ta rishojmë për ta kuptuar se çfarë ndodhi në 16 metrësh. Fofana. Bukur pasimi i shansi këtu, Jashari, çfarë ka humbur. Nuk arrin të shënojë Iqbal Jashari. Ka pasur edhe offside, sigurisht për të shënoj gol të rishikoj me VAR. Jashari nuk duket të ketë qenë offside, nëse do shënonte goli do ishte i rregullt, por ja që ka qenë ndërhyu. Nuk e lejojnë një gjë të tillë. Shtaki. Ndërhyrje pali juar kjo nga Ken Samiti. Shërma dhe njerat solo deportimin e Bajraktarit dhe pasimin e tij drejt zonës. Shini këtu Antonio Marku, një gladiator i vërtet.
Çfarë qendër mbrojtësi. Fenomenal me atë ndërhyrje. Rasti tjetër për Drenicën tani. Fofana mirë lëviz, Fofana me goditjen. Blokohet nga mbrojtja Fofana. Hamiti. Harper Shala. Blokohet nga Wesley Salazar. Izvjerata to da Souza. Që shkon drejt 16 metrë shit. Impania Shali, vjen Arkimi ti. Nga Misevski. 10 minutat e para të pjesës së dytë kalojnë. Këtë Hakim shumë i fort. Ka Shali në këndën tjetër. Kosimi ti reagon kërënë. Skuadra Trepçe Steli Danon pra luan me Mitrovicën, kurse Drenica është mysafire e Liris. Topi drejt Kreshniku, ka super ndërhyrje nga Hasan. Nga Kadriu, ishte Kadriu që ndërhyrje. Dush. Souza. Në bëndë të topin e posedim Trepçe Steli Danon, të shtarë Bjestash. Shala. Hakimi ti drejt zonës. Mosha mesatare e skuadrës startuese tek Drenica është 28 vite. Shumë shtyrë në mosh, se sa Trepçe Steli Danon, formacioni i Mitrovicës dhe 23.9. Dhe kishte moshe mesatare. Kemi zëvendësim tjetër tani në minutën e 57. Dhe reagon nga Wesley Souza. Në vend të ti Romeo Abaza. Arkimi drejt zonës. Nuk është larguar Roziku. Topi tek Shana. Tjetër krahasim e kemi. Në vend të kërcënimit së Koran. Interesant fakti që kanë debutantë me kanalin e Trepçe Steli Danon sezonin e kaluar pikërisht në këtë stadium përballë Drenicës. Gensamiti. Ka bërë pasimin e tij. Fati. Ndërhyrje pali unë në Gensamiti.
Kapi shkon tek Qimendu. Vjen shpejt reagimi aty. Thuaj se një loj këtu në Bajram Aliu. Shkëlzen Lushtaku. Do të përmendur që skuadra e Trepçës 89 është e treta në komplet futbollin në Kosovar sa i përket pikëve të fituara në ndeshjet të Superligës që nga viti 1999 deri më tani. Pavarësisht që kanë ngelur që 2 sezone në Ligën e Parë, 1056 pikë të tyre për gjatë historisë në Superligë, më shumë se ta vetëm Drita dhe Prishtina. Drenica ndërkohë qëndron e 5-ta me 964 pikë të fituara gjatë kohës së është pjesë e Superligës që nga viti 2000 deri në sezonin e kaluar ku luajti për herë të parë në Ligën e Parë, dhe tani në sezonin e tyre i dytë në Ligën e Parë. Karton të verdhë është ndëshkuar edhe Filip Misevski. Genc Hamiti do provoj të gjejë bashkëlojtarën e zonë. Kimiti. Hamiti edhe një arë tjetër. Hamiti me arkimin, super shans për Trenicën. Antonio Marku nuk arrin të gjuaj edhe as fort. Televizja, pasimi para nuk i ecën i Banga Shalit, kemi faul në fazën e fundit, ka shkaktuar Genc Hamiti. Shumë plan të para dhe trajneri Shpëtimi Drizi. Në bankën rezervë të Drenicës janë edhe këta lejtarë, Arjani Meri, portieri i dytë, pastaj Endrit Shala, Gentiani Meri, Ikzon Pazliu, Djart Geci, Jon Birinqiku, Andi Beliqi, Djallor Besini dhe Shpresim Zogu. Në tjetër në stol tek Trepça 89, portieri i talentuar Amar Emini, Eldoni Qashiri, Drilon Leku, Sidiki Kulibali, Djallor Idrizi, Andi Mehmeti, Ensar Beqiri, Elvidon Islami, Fitin Roma dhe Erion Brahim, lejtar shumë të rinë ka në stol. Trepça 89, 4 prej tyre të lindur në vitin 2007 para mendoni. Fitin Roma, Elvidon Islami, Ensar Beqiri dhe Djallor Idrizi, lejtar të cilët akoma nuk kanë mbushur 18 vjet. Dërhyre pa lejuar kjo. Pauli Arbja Stashit në Karamo Fati. Përdrushe Djallor Idrizi. Është i piri, trajneri Shpëtimi Drizi, me numrin 17 që në 10 minuta sot.
Topi shkon në rivën janëzore. Kjama Sami. Rivën janëzore është e Drenicës. Për ndryshe është duke pasur sukses shumë të madh me ekipin e juniorëve gjatë këtij edicioni. Në Superligën 19 të Kosovës është në vendin e dytë momentalisht me 42 pikë të grumbulluara, 7 më pak se dy karriku. Ekipi Prishtinës që luajti në Youth League verën e kaluar. Trepça 89 që po jep maksimumin që të arrijë garat ndërkombëtare me ekipin e juniorëve. Nuk do t'jetë lehtë sepse edhe Ramit Sadiku është aty. Konkurrenti kryesor padyshim është Gjyko Riku, sa i përket Superligës juniorëve. Në Superligën U17 Trepça 89 është në vendin e parë me 47 pikë në luftë për titull. Skuadra e cila e përmenda në pjesën e parë prodhon shumë lojtarë. Realisht për mua është gjyna i madh që tek Trepça 89, por edhe tek Trepça skuadra tjetër e qytetit të Mitrovicës. Në formacionin startues janë çdo herë nga 5 lojtarë të huaj ose 6. Kjo është zhgënim i madh, duke marrë parasysh numrin e madh të talentëve që prodhojnë këto dy klube në qytet. Topi do shkojë në rivën e kontorit në këtë moment. Që përket Drenicës nuk se ka suksese në grup mosha të reja. Ikpadja Shani, arkimi t'i është larguar. Shteti i Drenicës dhe rajoni i Drenicës së bashku me Drena si në vendet parat janë shumë të koncentruara tek futsalli. Aty kanë suksese të shumta. Drenica dhe Drena si që kanë të skuadra në Superligën e futsallit. Drenica madje është kandidat kryesor ndoshta për titull së bashku me ekipin e Prishtinës 0-1. Gjithsesi për momentin futboll po shohim andaj të flasim më shumë për futbollin nuk ka. Topi në zonë është larguar nga Kadriu. Velic. Shkërzan Lushtaku. Ecën para Lushtaku provon të kombinojë me Velicin pa sukses. Konvertuar në qendër mbrojtës në këtë edicion Shkërzan Lushtaku. Ka luajtur për shumë vite si mbrojtës, si krau të djathtë. Nuk e ka në moshë të janë në opozitë. Sulejmani, dhe topin tek marë. Shohim me 3 në mbrojtje skuadrën e Drenicës në këto momente. Rashet Fofana e ka topin e posedimin dhe më tutje dueli ti me Dushin. Fofana pasimin Azon. Nuk arrin të zhuaj ju ka tani goditja. Gjitur me shtyllën Erman Velici. Afër të shënonte golin e parazimit. Shumë përshtetjen nga tifozët Muhammed Fofana. Shojmë edhe njerë i pandal që Fofana. Në pas goditja Velicit që nuk shko në rjetë.
merë tretmanin mjekësor Ahmadi Fati në këto momente. Qëmë rënditën momentale, 4 pikë dallimi me skuadrave janë tjetë. Hasani. Nësore që ita kam trep që 89. Ka filluar sulmët skuadra e Drenicës drejt portës kundërshtarë dhe për këtë arsye një gol i dytë do ishte perfekt për skuadrën e Shpëtimi Drizit, por nuk po arrin të krijojnë volum rastesh për të arritur deri aty. Ndoshta disa zëvendësime do të kishin rigjeneruar skuadrën që e ka humbur paksa tempon e lojës. Koame. Uka. Fofana më i lartë se Koame në kërcim. Është një Kuka nuk ja del. Arbjell Staci. Uka. Karton të verdh për personin zyrtar të Drenicës, Granit Kocin. I nxjerrën njëherë kartonin e kuq gjyqtari, por pastaj ndryshoi ngjyrë. Sulejmani, nga topin të kik Palja Shari. Marko Shala e ka mundësi, vjen arkimi ti i drejshtuesit. Offside. Po përshka në rikon lansore në këtë momente. Gjan Samiti. Është fauluar në mesin e Fatit Williams. Shala. Fofana. Sulejmani në zonë, qëmë Kreshniku ka në venditje.
rast se mbyll këtë ndeshje me fitore, skuadra e Trepçës 89 do të ketë përparësi ndaj Drenicës sa i përket rezultateve direkte dhe në këtë formë. Nëse sezonin e mbyllet me pikë të barabarta, atëherë Trepça 89 do qëndronte më lart në tabelë. Këto dy fitoreve kundër skuadrës së Drenicës. Pasëm 10 minuta deri në fundin e ndeshjes. Fofana, në i lartë në kërcimi këpër Jashari, shansi këtu për Drenica, në Jashari për në pasimin. Reagon në Dushi. Karin në topi të Kamila Zimba Bajram Toni Antoni Markës të njërë në të të njërë kjo. Për shade. Në pasimi për Miti. Në rrën nga Dushi. Gensamiti. Largohet topi. Silimani. Janë tani kuj Arkim drejt zonës. Për kraj të madhe ka Drenica deri në fund besojnë të Pozilendas. Vjen në Arkimi drejt zonës. Faci. Dhe topin e ka, mundësia tani. Këtë krasimi blokuar. Gushtaku. Karin të gjenë të në Marku. Topi drejt Hasanit. Reagon Gensamiti duke rifituar posedimin. Tani te Kuka. Lukarin të mbaj brenda vijave. Provoj për nuk ja të lidet. Probleme Dushi ndërkohë tek skuadra e Trepçës 89. Gushtaku, largon topin Ansora. Fofana. Miruka tek Hamiti. Gensamiti. Pasimi te Kuka, shansi këtu për Drenica, Fofana, super ndërhyrje Alpin Kapra. Reagon në mënyrë emergjente.
E shojmë edhe një shpresa fundit ishte e Tripçës 89 për të mbyllur këtë aksion super të rrezikshëm. Eja doli Antonio Marku. Arpër Shala, mundësia arkimit. Largohet topi. Qivendu tani. Shansi mirë për t'i dhënë Vulfi Toros, ndoshta mirë pasimi Hasani, kalon portierin goditja ati. 2-0 Tripça 89. Edhe një hapara drejt Fitoros. Mat. Luajti, sulmoj Drenica, por Tripça 89, shumë cinike. Kundër sulmin e kërkoj, e gjeti. Dhe shënon tani golin që mund t'jeti Fitoros. Fare let mund të jetë ky goli Fitoros. Qivendu, por mrekulli me avancimin e tij para. Edhe asistimin fenomenal për Hasanin, që si një sulmues i vërtet kalon portierin dhe tund portën. Liga e parë do t'jetë zjarr. Ky grupi do t'jetë fenomenal. Në 7 gjirot e mbetura, lufta për Superligën bëhet shumë herë më e ashpër. Kemi ndrim tek skuadra e Drenicës. Do largohet nga loja Sulejmani. Lojtari i cili luan në mesfush për të lënë vendin e tij në fushë për Egzom Fazliun, qendër sulmues. Apo jo, shpresim Zogu, kërkojnë ndjes, ai që inkuadrohet prapë se prapë qendër sulmues është edhe Zogu. Hamiti, Uka. Me 3 qendër sulmues në fushë Drenica tani, Uka, Zogu dhe Fofana. Bukur kjo ndërhyrje e Abazajt. Shansi për Tripçën 89 përsëri është Hasani, provon kombinimin me Bayraktarin. Ka arritur të ndërhyjë këtë herë Lushtaku. Uka. Velice ka mundësinë e arkimit, ky top i tij drejt zonës. Shtyllën e dytë përfundon Arpër Shala. Vjen arkimi, qënë se qëfar do ndodhë. Spastrohet Roziku. Arpër Shala, ndërhyrje ashpër kjo e Qivendu, lejon për parësi gjyqtari. Arbia Staci provon kryen e qendër me Iqbal Jasharin, pa sukses është topi humbur. Abazaj tani mundësia për një sulm tjetër të rrezikshëm në offside Milazim Bayraktari. Pasimi shkon për Williams Koamin. Koame topi në zonë, shansi për golin e tretë pret Maikon. Nuk arrin të shënoj 89-shi. Madi Fati tani në atë kontakt me lojtarin kundërshtar Leo Avion. Uka. Kërkohet Fofana, lëshon portën saktë sigurt Kaqiu. Shojmë edhe njërë, nuk është se pati offside për Fatin këtu, por nuk arrin të shënoj. Qivendu. Topi rombyer nga Drenica. Faq. Në arkimi tani. Iqbal Jashari. Futet në zonë. Arbia Staci. Kombinon me Velicin.
Blokohet Ermal Velici. Rikënia ansore por Drenica. Dy ndryshime tani tek Trepsha 89, Leku dhe Kulibali do t'jenë në lojë. Leku që ka luajtur shumicën e ndeshjeve si startues këtë edicion, por jo edhe sot. Shohim golin e Qivendu i cili do largohet nga loja së bashku me Hasanin. Kam përshtypjen do t'jenë të dy ndryshimet nga sulmi. Apo jo, do t'jetë Fati. Fati dhe Qivendu largohen. Në vend të tyre Leku dhe Sidiki Kulibali. Fitoria një ndjetë sezonale do tjetë për Trepshën 89 nëse ndeshja përfundon me këto shifra. Ikvalja Shari. Klarkim tani drejt zonës. Topin e ka në duar Kashiu. Tani para mendoni se çfarë presioni do të ketë Drenica po ndeshjen e të dielës kundër Liris, sepse në rast se humbet edhe atë duel me një fitore eventuale të Trepshës 89 përballë Mitrovicës, atëherë gjendja në tabelë do ishte kështu: Drenica 41 pikë, Liria 39, Vllaznimi 39 dhe Trepsha 89 40 pikë do shkonte. Me të vërtet do t'jetë një vikend me shumë ethe për Drenicën dhe fansat e këtij klubi, sepse këtu gjasat janë të vogla që të marrë pikë. Nuk kam mbetur edhe shumë shpresë. Lustok. Topin në mes fusha Pazaj. Nuk ja ka dalë. Milazim Bayraktari. Vjen ndërhyrja. Kwame Williams nuk arrin të gjejë Kulibali. Kreshni Kuka. Arbio Staci. Fofana. Leku me presion tek sulmuesi Drenicës. Fofana në mesin e dy lojtarëve kundërshtar arrin ta dërgoj pasimin te Genç Hamiti. Antonio Marko. Shala tek Thaçi. Uka. Arbio Staci për Lushtaku. Ka mundësinë e arkimit tani shkëlzen Lushtaku, topi i tij në zonë, Rozik aty. Nuk gjuan si çdo Zogu. Dy minutat e fundit. Bayraktari. Uka. Ermal Velici me pasimin e gjatë drejt zonës. Reagon mbrojtja Trepshës 89.
Lushtaku. Ka probleme kapiteni Bajraktari. Gjyshtari thot se loja duhet të nis shpejt. Abazaj provon goditjen e Jan Shportës. Lushtaku, jemi në kohën shtesë. Pasimi drejt zonës, shansi por Drenica në Sport Doran. Genca Miti. 5 minuta shtesë. Rivani Ansore i takon Trepçe-89 në këto momente. Lushtaku. Shohim rënditjen momentale dhe rënditjen që besoj do të qëndroj edhe pas përfundimit të këtij ballavaçimi, sepse sipas gjitha gjasave këtu Trepça-89 ka korrur një fitore të rëndësishme. Nëncja do tjetë një ndërprerje, fauli shkaktuar nga Muhamet Fofani nga Abazaj. Zverdhët Milazim Bajraktari nga gjyshtari. Tani mundësia. Vjen ky arkim drejt zonës, largon Abazaj. Arbes Taçi. Topi do bëhet në Rivani Ansore.
Krishtin Kuka. Pasimi ti për Iqbal Jasharin, shansi tani. Luka e kthen topin në zonë, vjen ky arkim nga Zogu. Largon Albin Kapra, Kulibali nuk arrin me spastrim akrobatik. Kapra tani shtyt skuadrën para. Kulibali shansi për Trepçën 89 me Albin Kaprën. Janë 3 lojtarë në zonë, pasimi tek Leku. Intervenon Arbia Staçi. Janë 10 sekondat e fundit, i shtrije në fund Sidiki Kulibali. Pasimi në qendër të Genz Hamiti. Nuk do të ketë kohë për Drenicën, prapë se prapë edhe nëse shënon një gol të qojnë Zogu. Gjen Abzir Zogu. Blokohet. Largohet topin nga Dushi. Iqbal Jashari. Krishtin Kuka. Zogu provon goditjen, është blokuar nga Kuami. Nuk e përfundon lojën gjyqtari edhe pak Jashari me arkimin, nuk ka gol. Uka. Rreziku në zonë, intervenon Kapra. Largohet topi. Arbia Staçi tek Iqbal Jashari. E përfundon gjithçka në këto momente, i rikthehet pulsi Trepçës 89 dhe misioni të tyre për rikthim në Super League, teksa Drenica futet në turbulencë, sepse ky muaj do të jetë shumë i vështirë për ta. Sa i përket grupit A të Ligës së Parë, zjarr do të jetë sezoni deri në fund. Kjo ishte kjo nga ky takim. Unë Arbon Fluga ju përshëndes, kaloni një mbrëmje të këndshme, mos harroni Serie A vjen Art Motion me 2 pallavacime nga ora 18:30 dhe nga ora 20:45.